Përshëndetje shikues të Klan Kosovës. Po takohemi sërish në emisionin Histori e patreguar. Tema për sot do të jetë Jugoslavia komuniste, që nga viti 45 pas luftës së dytë botërore, një pjesë e mirë e shqiptarëve mbetën përsëri në regjimin jugoslav. Cili ka qenë raporti dhe pozicioni i shqiptarëve me atë Federatë Jugoslave? Cili ka qenë roli i atyne elitave politike që i kanë përfaqësuar shqiptarët në atë Jugoslavi? Gjithë ato ndryshime, qofshin të vogla apo të mëdha, ishin më shumë produkt i rrethanave apo merit e udhëheqësisë tonë politike. Për gjitha këto do të diskutojmë me një mysafir i cili për më tepër edhe një pjesë mirë të kohës ka qenë dëshmitar i atyre ngjarjeve. Mysafirin e zbulojmë vetëm pas siklës. Atëre jemi rikthyer shikues të dashur, me mua në studio sot është Milazim Krasniqi, profesor universitar, për një periudhë gjatë kohore, por sot e kemi në studio me folë më shumë për ato që ka qenë dëshmitari një epokë të rëndësishme historike. Çfarë ka qenë sundimi i Jugosllavisë komuniste këtu. Profesor, fillimisht mirë se keni ardhur dhe faleminderit shumë që keni gjatë kohë. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Kënaqësi si çdo herë. Atëre po e nisim fillimisht kështu. Ne e dimë që pas luftës së dytë botërore, Kosova sidomos, po edhe një pjesë e mirë shqiptarëve mbeten në Jugosllavi. Pyetja elementare që shtrohet sot e që është temë debati, ajo mbetje e shqiptarëve në Jugoslavinë ose Brozit, po i themi që me kuptuar shikuesit që kanë jetuar atko, ishte pa aftësi e elitave tona apo një imponim i atyre konjunkturave diplomatike ndërkombëtare? E para, unë besoj që prej vitit 1912 e këndej, pushtimi sërb ka qenë i alternuar edhe me vendimet e konferenca ndërkombëtare përkatësisht të fuqive të mëdha, sepse pas luftës ballkanike ka qenë konferenca e Londrës që e kalon Kosovën dhe hapësirat e tjera shqiptare nën Serbi. Pastaj pas luftës parë botërore ka qenë konferenca e Versajit që kalon përsëri këto territore nën pushtimin serb dhe jugoslav, dhe mane ka qenë konferenca e Jaltës, e cila de facto e kalon këtë pjesë të Ballkanit duke përjashtuar Greqinë nën influencën ose influencën e Bashkimit Sovjetik, sepse marrëveshja Roosevelt, Churchill dhe Stalin në Jaltë ka qenë e tillë, aty bile është fol për konfirmimin e zgjedhjeve në Jugosllavi mas çlirimit, është fol për naftën në Romani, është fol për një, si më thonë, revidim të kufirit bulgaro-grek, por nuk është përmend fare çështja shqiptare dhe me automatizëm hapësira jonë ka kaluar ka mbetë nën pushtimin jugoslav. Aq më keq që jo vetëm hapësirat tona, po në fakt edhe vetë Shqipëria komuniste manej ka mbet nën influencën ose në një farë lloj suverenitetit të Jugosllavisë përkatësisht deri në vitin 48. Kështu që të gjitha pastaj pasojat e këtij sundimi kanë qenë vazhdimsi e pozitës pushtuar që kanë pas shqiptarët në Jugosllavi. Po, këto janë kufit ideologjik, me që pas lufta e dytë botërore ka sjell botën e ka ndarë në dy pjesë. Demokracia euro-amerikane dhe komunizmi i bartën nga Rusia si ajo nona e madhe asaj ideologjie. Por në asim për kufit administrativ, se ka një akuzë sot që atë nomenklaturën komunistët kohës, Fadil Hoxha në kryet saj, që i ka paraprini luftë e nacional çlirimtare këtu, e shohin si fajtor pse ka mbet Kosova jashtë Shqipërisë e pjesë e asaj Jugosllavia, asaj federate, ose më saktë pjesë integrale e Serbisë. Sa ka faj Fadil Hoxha me që ai ka qenë i pafuqishëm për një reagim të tillë? Asdren, këtu ka e para punë, besoj do të detyrohemi të dakordohemi që historia jonë nuk është e shkruar në mënyrë korrekte dhe në mënyrë shkencore, por është e ideologjizuar tejmoze, dhe varet dhe vetëm nga pozicioni që kanë pasur dhe ata që kanë shkruar. Për shembull, mas luftës ka pas një periudhë kur vetë Shqipëria Enver Hoxhës ka kërkuar që të shndrojë në Republikën e Shtatë të Jugosllavisë. Dhe ka dokumente për këtë. Kështu që në atë kuptim Kosova dhe udhëheqja e Kosovës në fakt kanë qenë, mund të themi edhe e tradhtuar nga udhëheqja e Shqipërisë, e cila ka pas një farë iluzioni të çuditshëm pervers të besnikërisë dhe lojalitetit ndaj Titos,
krejt deri në vitin 1948, kur ka ndodhur prishja e Titos me Stalinin dhe kur Enver Hoxha dhe udhëheqja shqiptare kanë marrë pozicionin pro Stalinit dhe kundër Titos. Fadil Hoxha dhe udhëheqja e asaj kohe, në fakt atë që kanë mund të bëjnë, kanë bënë në Bujan. Për shembull në marrëveshjen e Bujanit, konferencën e Bujanit, ata kanë shpreh aspiratën e Kosovës që të bashkojë me Shqipërinë. Dhe kjo ka qenë një aspirat e lëvizjes. Por manena konferenca Avnoj që ka qenë 43-ën, në fakt nuk e ka leju prishjen e, si më thonë, teritorit Jugoslavisë, ka parapo që Kosova përsëri të mbetej në Jugoslavi. Ato lëvizjet pastaj mbrana vetë lëvizjes nacional çlirimtare, siç dihet, kanë rezultuar me mospajtime, tazon me rebelimin ose kryengritjen e Shaban Polluzhës, që ka tentuar të mos lejonte këtë formë të ripushtimit. Pjesa tjetër e nomenklaturës, duke përfshirë dhe Fadil Hoxhën, kanë marrë kurs të kundërt dhe në fakt vendi ka përfunduar në fakt fatkeqësisht dhe fatalisht edhe në një konflikt civil, mund të thuhet një luftë civile, sepse shurja kryengritjes Shaban Polluzhës ka qenë e përgjakshme dhe me shumë viktima. Pastaj ka filluar kjo faza realisht e ripushtimit komunist që ka zgjat manena në variacionet ndryshme në mënyrë brutale deri në vitin 66 me Ramin e Rankovicit, pastaj fillon deri te plenumi i Brioneve. Deri te plenumi i Brioneve. Dhe këtu nis një fazë e re, se paraprakisht shqiptarët ishin përballë, shqiptarët e Kosovës, që më flasim, me ato që quhet aksioni i armëve, i mbledhjes së armëve. Pra ku i ka parapri famkeqi Rankovic. Në këtë periudhë, sa ka qenë aft struktura shoqërore jonë me bërë rezistent? Shoqëria jonë... Ka pas grupe ilegale që kanë operu për shumë dopt edhe jo për fajtyne. Shoqëria jonë, keni parasysh që ka qenë një shoqëri agrare, një shoqëri pa industrializim, pa elita të mirëfillta, ashtu që ka qenë vetëm një, se më thonë, përpjekje e një nomenklature komuniste që disi ta amortizonte atë sa ishte mundën këtë lloj represioni. Përndryshe, represioni në fakt s'ka qenë veç represion, ka qenë planifikim për çrrënjosjen përfundimtare të shqiptarëve nga këto troje, dhe kjo vërtetohet nga elaborati i dytë që ka bë Vaso Çubriloviçi në këtë rast për Titon dhe për regjimin komunist, dhe ai thotë që në këtë moment që është lufta ende pa u kry, është momenti më i mirë me zgjidh çështjen e shqiptarëve. Edhe faktikisht njëna nga platformat me cilën është punu në të vërtet ka qenë pikrisht ky projekti i dytë i Çubriloviçit për dëbimin e shqiptarëve. Kjo ka shku deri në vitin 1953, kur ka një konvent prap. Është realizuar marrëveshja Tito-Kyprilli në Split, dhe me këtë marrëveshje riafirmohet marrëveshja më hershme e Stojadinović-Akar për dëbimin e shqiptarëve. Dhe kjo ka zgjat, si tham, deri në vitin 1966. Sipas Viktor Majerit, mbase e ka veç një shifër, janë 230.000 shqiptarë të dëbuar në këtë periudhë. Dërsa numri i të keqtrajtuarve në proceset policore është me mira. Në fakt, unë kam dëgjuar, jam rritë edhe me rrëfimet e babës tim, i cili ka qenë, si më thonë, viktim e procesit armëve, me rrahje brutale, me, si më thonë, ekspozim brutal të dhunës në dimër, kanë qenë, se më thonë, qëllimi final me ahup shqiptarëve shpresën që mund të jetojnë në Kosovë dhe në Jugoslavi dhe që të dëbohen. Dhe vërtet është që pikrisht kjo është periudha kur masivisht një numër shumë i madh i tyre ose regjistrohen turq, se ka qenë një periudhë e regjistrimit të shqiptarëve në turq, kryesisht nëpër qytete, për t'ju shmong këtij represioni, ose një pjesë tjetër manena duke u regjistruar turq e kanë pas ma lehtë të shpërngulën, kështu që ka qenë një proces i terrorit sistematik. Dakor, kjo është faktike, nuk ka debat të pik, po dilema, pyetje që shtrohet përballë këtij aparati të dhunshëm policor, parapolicor jugoslav, që i ka parapërë Rankoviçi, cili ka qenë reagimi ose iniciativa aty në elitave politike që ne kanë përfaqësuar. Kjo është pyetje shumë e mirë dhe në kuptimin e tillë që na fatkeqësisht ende nuk kemi mrrinë në një pikë cilën do duhet të mrrinim,
në pikën që do duhet të hapreshin dosjet e spionëve dhe të dënoheshin krimet e komunizmit. Në botën demokratike, shtetet e Evropës lindore, përfshirë Gjermani lindore, Çekin, Hungarinë e tjerë, ka ardhur deri te hapja e dosjeve edhe deri te dënimet e krimeve të komunizmit. Me siguri që të gjithë komunistët nuk kanë qenë fajtorë për dhunën dhe represionin, por pjesë e atyre që kanë punu në Ozna, fjala vjen, në Udba ma vonë, pra pjesë e shërbimeve, me siguri kanë qenë shumë ma tepër pjesë e atij projekti për represion dhe për dhunë që është zbatu. Sigurisht në këtë elitën komuniste ka pas edhe njerëz që nuk kanë qenë dakord me atë, ajo nuk është shumë e qartë për shkakun e thjesht se, si thash, nuk janë hap shumica e dokumenteve arkivave dhe ne shumë gjëra nuk dim. Ajo që dim është pak ma vonë, fjala vjen në vitet 70, kur fillon një farë liberalizimi dhe disa prej këtyre eksponentëve si fjala vjen Velideva, Ismail Bajra, Aslan Fazlia, profilizohen si një krah kombëtar mrena lidhjes komuniste. Pra ka qenë një krah i tillë që janë mundu me e zhvillu ekonominë, kulturën, mediat në Kosovë, por një krah tjetër gjithmonë ka me të rigjid, spekulohet që kanë qenë dy linja, njëna kanë qenë si linja Rankovicit dhe tjetra si linja Titos, po thamë nuk jam në gjendje me e vërtetu. Unë jam dakord që duhet mu hap dosjet. Nëse kemi ligjin e ilustracionit, se në base këto debate ishin mshelë sot, por cili është roli i Fadil Hoxhës, me që ka qenë shqiptari ma i pushtetshëm në Jugosllavi, e kur jemi të kjo figurë, historian prapë ndanë në dysh. Një pjesë që e arsyetojnë edhe e shohin si vlerë e atij përfaqësimi, edhe një pjesë që e shohin si shqiptari ma famkeq, i cili në sytet e cilëve, po thonë një pjesë, nuk është ky qëndrimi edhe jem, që Fadil Hoxha ka qenë pa e bo krimin, pa e aty në krimeve që i ka bo Rankovici ma vonë këtaj sistem represiv. Unë besoj që asnjëra nga ekstremet nuk janë të sakta. E para është që Fadil Hoxha ka qenë pjesë e lëvizjes nacional qëllimtar dhe ka dalë si lider komunist. E dyta është që në fakt me sa kuptohet deri tash, ka qenë i tradhtuar nga Enver Hoxha, sepse Enver Hoxha duke u bërë palë me Tito në fakt e ka fut në sandwich të presionit dhe ai ka qenë një farë i pa realizuar në mundësinë, si më thonë, të bëj diçka më shumë deri në vitin 48. Manesh kjo periudha që thashë e represionit Rankovicit, kur ka qenë të pafuqishëm realisht për të vepruar, por vjen periudha kur në fakt Fadil Hoxha dhe nomenklatura rreth tij kanë qenë shumë të motivuar për të zhvilluar arsimin, kulturën, ekonominë në Kosovë, në sfondin e integrimit të Kosovës dhe të shqiptarëve në Jugosllavi, dhe rezultatet e tyre në fakt janë impresive. Na mund të jemi të padrejtë, na mund të spekulojmë për motivet, por e vërteta është që fjala vjen në vitet 70, Kosova ka përjetuar mbrana atij konstellacioni rigjid komunist, ka përjetuar një zhvillim serioz në fushën edhe të infrastrukturës, zhvillimit qyteteve, medias. Dhe Fadil Hoxha padyshim që ka qenë figura kryesore në këtë aspekt. Në disa prej burimeve që tashmë janë zbuluar për bashkëpunimin, fjala vjen, kulturor të Shqipërisë me Kosovën në këto vite, kolegu juaj Nuridin Ahmeti ka botuar në dy vëllime dokumente shumë interesante, rezulton që Fadil Hoxha në farë mënyre me urdhrin e Titos ka qenë linku, lidhja kryesore e bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë në aspektin kulturor në këto vite. Paka shumë të gjitha linjat e bashkëpunimit kanë shku përmes tij, sepse del prej takimeve që ai ka pas me ambasadorët shqiptarë në Beograd, edhe kështu me radhë, kështu që në këto vite pra ai ka merita. Pra është figurë kontradiktore. Ka pjesën e vet të errët, të cilën nuk mund t'ja ndriçoj asgjë, në periudhën që thashtë komunizmit edhe drithijet e tij janë histori. Po, por ka edhe këtë pjesën tjetër që pastaj ka ardhur edhe në një
konstelacion pak më të madh, sepse me influencën që kanë pas Vladimir Bakarici, Edvard Kardeli, ky krahu liberal, kroato-sloven tek Titoja, ata kanë llogarit që të, si më thonë, forcohet autonomia e Kosovës dhe që kjo autonomi të përdoret si një mjet presioni ndaj Serbisë. Dhe domethënë në këtë lojë që kanë luajtur edhe ata dhe Titoja bashkë me ta, në fakt Fadil Hoxha është pjesë e këtij koalicioni, nëse mund ta quajmë, dhe rezultati ka qenë një zhvillim i Kosovës. Pastaj vjen përsëri fatkeqësisht pjesa problematike, më thonë erdhët e Fadil Hoxhës vitin 1981, mas demonstratave të dalim aty paraprakisht. Kur ai për shembull jep deklarata problematike, por e vërteta është pastaj që Fadil Hoxha edhe vetë bëhet viktim e spastrimeve që pasojnë. Dhe të nalemi fillimisht të 66-a, plenumi Brionëve, bjen Rankoviqi, pushon pak ai aparati i dhunshëm shtetëror jugoslav, hapet një perspektivë e re do në zemër, 71-ën, 70-ën e marrim universitetin e Prishtinës, 74-ën ndryshimet kushtetuese. Tash ketë këto zhvillime pozitive në nomenklaturë jugoslave çfarë ka qenë, që është një ajo prap imponim i një fryme ndërkombëtare, sepse mos harrojmë, 68-a është viti i protestave edhe në botën lindore e perëndimore. Jo si brozit të dashmi akomoduhet do kërkesa, mos mi rrini deri në situatë pakthyeshme, situata e popujve të pakënaqur. Kjo e para, e dyta, në këtë lëvizje, cilë kontributi asaj nomenklature. Prap po them te Fadil Hoxha sepse për mua është për të mirë për të keq leva kryesore që i ka lëviz pozicionin e shqiptarëve në atë regjim. Çështja është kështu që mas plenumit Brionave, në fillim është menduar që të hapeshin dosjet e OSN-s, përkatësisht UDB-s, dhe të dënoheshin të gjithë ata që kanë bë zullum ndaj popullsisë civile. Ky proces ka filluar, por është ndalë për shkak të reaksionit të madh që ka ekzistuar në Serbi. Dhe çfarë ka ndodhur, disa prej historianëve, edhe kroat, thonë që për ta mbyllë disi këtë çështje, i janë dhënë instruksione udhëheqjes Kosovës që ta nxjerrë temën e Republikës. Dhe kjo koincidon, domethënë, me hapjen e debatit për Republikën. Nga kush këto instruksione? Nga udhëheqja e Kosovës. Për shembull, Fadil Hoxha me aktivin politik në Gjakov ka marrë mbledhje ku është diskutuar për alternativën e Republikës Kosovës. Manej eksponent asaj periudhe kanë folë në për tubime publike të lidhjes komuniste, të lidhjes socialiste për Republikën e Kosovës legalisht, pra brenda institucioneve të sistemit. Dhe këta mendojnë që kjo është bërë si një truk, pra për ta mbyllë çështjen e dosjeve, për ta mbyllë disi çështjen e krimeve që janë bërë kundër shqiptarëve, ja u kanë leju mundësinë me hap. Dhe kur kjo ka rrinë në një pikë, që thatë në vitin 68, me demonstratat e studentëve, që ka qenë, si më thënë, kërkesa kryesore Republika, atëherë përsëri udhëheqja jugoslave ka kërku që kjo çështje të mbyllej. Ndërsa në Beograd, po ashtu ka pas protesta studentëve, dhe ato dokumente që i kam pa, që janë në dispozicion të mediave serbe, thonë që Titoja vetë ka pas një qëndrim shumë liberal ndaj demonstruesve dhe arsyeja pse ato janë shumë ka qenë që ajo është bën një farë mënyrë të themi figurativisht palë me studentët kundër nomenklaturës dhe ata kanë marrë një farë satisfaksioni dhe kështu është mbyll edhe ajo çështje. Por kur është mbyll çështja e Republikës në debatet që thash publike mas demonstratave, manej është hap ideja për reformat kushtetuese. Dhe kjo ka rezultuar manena me miratimin e amendamenteve kushtetuese, në cilën pozita e autonomisë Kosovës është avancuar dhe Kosova është shndruar edhe në element të federalizmit jugoslav, gjë që është me rëndësi jetike, sepse edhe gjykata e drejtësisë, kur ka vërtetuar që pavarësia e Kosovës nuk është në kundërshtim me drejtën ndërkombëtare, e ka referencën tek fakti që Kosova ka qenë pjesë e federalizmit. Kushtetuta është 74, me fjalë. Pra ka qenë një avancim direkt, ne që kemi jetuar në atë periudhë, mund të them që e kemi përjetuar atë shkollën, kam qenë student për shembull në vitet
1976-1980, dhe ajo ka qenë një periudhë kur na kena pas në dispozicion edhe literaturën nga Shqipëria, kur ka pas edhe javat filmit shqiptar, ka pas vizitat ansambleve, do më ka qenë një periudhë një liberalizmi, i cili manena fatkeqësisht në vitin 1981 është ndërprej pas demonstratave. Nalim pak e kjo pjesa kulturore sa shumë e rëndësishme, sepse të paktën në leximin tem, Jugoslavia në aspektin kulturor ka qenë primitive. Ajo një trashëgimia në art, në shkencë, në letërsi, për mua është ofendim për inteligjencën. Ajo që ka ardhur prej edhe ajo në Jugosllavi, po edhe që ka në Shqipërisë, pra komplet e ideologjizuar. Po në tërsinë e vet edhe e dhunshme politikisht. Pra nuk e mund të me qenë disident as në Jugosllavi, madje Jugoslavia kon nashta prej vendeve komuniste më rrezikshmja, se kërkush si ka ditë ku janë kufijtë e tolerancës. Këtu ka një problem. Në Jugosllavi ka qenë proklamuar pluralizmi stilistik prej vitit 1953, sa më i mend, ose 58, nuk e di, në një kongres shkrimtarëve në Ljubljanë, Miroslav Krleža, një shkrimtar i madh kroat, e ka paraqit idenë e pluralizmit dhe është pranuar, ashtu që në Jugosllavi nuk ka qenë metoda e realizmit socialist e vetmja metodë, gjë që ka qenë në Shqipëri. Megjithatë s'ke mund me dalë jashtë skemave të shtetit. Ka pas dy linja, ka qenë gjithmonë një frymë liberale në Jugosllavi, që pak a shumë i ka pas elementet e disidencës. Ajo ka rezultuar me dënimet e kreut politik sërb në vitet 70, Marko Nikezići, Latin Kaperović, që kanë qenë një frymë liberale, dhe me dënimin e lëvizjes së është quajtur mas pokreti, i bjen lëvizja masive, në Kroaci me Mika Tripallon edhe të tjerë, por është interesant që në këtë Republikat Veriore, Sloveni edhe në Kroaci, lëvizjet kulturore, letrore, ma shumë kanë qenë moderniste, kanë qenë ma shumë imitacion i perëndimit dhe shumë ma pak kanë qenë me frymën e komunizmit. Normalisht Serbi, në Malzi, në Macedoni ka qenë zibidi në kuptimin ideologjik, sepse ka qenë fryma dominante komuniste, dhe më në real socialiste, na kena qenë diqysh në mes. E vërteta është që letërsia në Kosovë, në vitet 70, edhe 80, po sidomos vitet 70, ka qenë shumë një lloj eksperimentimi stilistik, do më thonë, kundërshtim me Shqipërinë që ka qenë shumë rigjide, si realizm socialist, këtu ka pas liri stilistike shumë, por kjo ka qenë në fakt ma shumë produkti një lloj autocenzure. Për shembull, nuk kanë mujtë me u trajtu temat nacionale. Dhe atër çfarë kanë bo një farë, si më thonë, eksperimentimi me liri stilistike, kështu që kjo është një problem mos me qu largë, si më thonë, për audiencën, se lyp ma shumë audiencë specializume për këtë debat, por, si të qëtë, Jugoslavia, në këtë aspekt, ka qenë në farë mënyrë shizofrenike. Një linje saj ka aspiru lidhjet me lirit artistike, politike të perëndimit, ndërsa një linje saj ka aspiru gjithmonë lidhet me Rusinë. Unë kam pas fatin e mirë që në mesin e viteve të 80, bashkë me Ibrahim Rugovën, të ishim kreu i shkrimtarëve të Kosovës, dhe na kena pas shumë lidhje dhe shumë bashkëpunim me shkrimtarët kroatë dhe sloven, dhe në fakt një farë mënyre edhe bartja e ideve të pluralizmit edhe ideve të, si më thonë, frymës demokratike perëndimore, tek na ka qenë një farë mënyre si më thonë, edhe produkt i kësaj përvoje që kena pas me shkrimtarët intelektualët slovenë dhe kroatë. Ju jeni dëshmitar i keni jetuar Tatë Nishin, vitin e famshëm për shqiptarët, ajo protestat e famshme që shumë kush sot i komenton, edhe është bën trend me zhvlerësuar gjithçka në histori. Ka një pjesë e opinionit publik në Kosovë që i shohin si dyshim të ato protesta, në kuptimin që kanë qenë një komplot kundër atyre avancimeve kushtetuese 74-s. Tash ju pyes direkt si dëshmitar. Çka na thoni për këtë pjesë? Pse kjo çelëditje, leximin tim është çelëditje? Se nëse dikush e akuzon Tatë Nishin si protestë, që ka dash me i prish ato arritjet e 74-s, kjo i bën që nuk e pranon progresin në histori. S'ka qenë mjaft, 74 ka qenë mirë, po s'ka qenë mjaft për aspiratën tonë, apo? Azdren, na kemi një
konfuzion për gjithë periudat e historisë tonë për shumë arsye, po absurdi aty ku është që kena konfuzion për historinë e re, për cilën e kena jetu vetë, kjo është absurd i dyfisht. E para, unë në atë kohë kam qenë i diplomuar dhe nuk kam qenë më student, po disa prej kolegëve të mi kanë qenë ende student. Dhe figura qendrore atyre protestave ka qenë Ali Lajçi Indir, i cili ka qenë shokimi i gjeneratës. Pa ti mbet pak ma vonë, pa diplomor, ishte student dhe ai dolin në fakt. Në ato demonstrata, ndër liderët ka qenë Bajram Kosumi, miku im shumë i mirë, Gani Koci e shumë tjerë. Tani, vlerësimi ma real, jo veç për këtë ngjarje, po për çdo ngjarje duhet të bëhet në dy pika. Cili ka qenë qëllimi i një ngjarjeje dhe cilat kanë qenë mjetet që janë përdorur, ndërsa rezultati i ngjarjeve nuk varet manena vetëm për këtyre aktorëve. Qëllimi i demonstratës ka qenë avansimi i Kosovës në Republikë. Pra ka qenë një qëllim fisnik, që është vazhdimësi e një aspiratet shqiptarëve. Ma lartë se 74. Shumë ma lartë se 74. 74 ka qenë autonomi. Kjo ka qenë kërkesë për Republikë. E parë, e dyta. Në falë që tu, Republikë brenda Jugoslavisë, apo e shkutur tërësisht? Ka qenë brenda Jugoslavisë. Ende ka qenë procesi brenda Jugoslavisë. E dyta, mjetet që janë përdorur për ta shpreh aspiratën kanë qenë një demonstrat paqësore e studentëve dhe qytetarëve të Kosovës. As një fjalë urrejtje ndaj as kujt në ato protesta s'ka pas. Unë kam dalë në ditën e dytë me 2 prill me doktor Safet Beqirin e Ndir edhe Hyrie Raqin, e cila jeton në Kanada, se unë në atë kohë kam punu në Fakultetin e Mjekësisë, sepse kur policia filloi me ndalu të plagosurit mos marrë në spital, na morëm informata, unë kam qenë administrat, po kam vesh një mantil se kam qenë ish punëtor shëndetësor, me doktor Safetin dhe Hyrie Raqin kemi dalë me mbledh të plagosur në për rrugë. Dhe kur nuk e harroj atë të merë, atë terror të autoblindave dhe tankeve në për qytet, ndërsa studentat paqësor, do më thonë, ishin bart, anena ka rruga ka parku i qytetit. Do më thonë, ka qenë një shpërpjestim në raport me mënyrën si është manifestu kërkesa, reagimi. Serbia e ka shfrytzu si pretekst demonstratat e 1981-shit, pra që ka qenë paqësore dhe humane, për me bo një kundërgoditje që jo vetëm mos me dhonë Republikën, po me shkatru edhe autonomin, gjë që në fakt të rezultoj disa vite ma vonë. Pra, ngjarjet e 81-shit duhet të shikohen në kuadrin e të gjitha aspiratave kombëtare që kanë pas shqiptarët prej vitit 1912 e këndej, kur shqiptarët e Kosovës nuk janë pajtu me pushtimin e Kosovës. Ka pas edhe lëvizje kaçake, ka pas edhe lëvizje endësheiste, ka pas lëvizje që thamë Shaban Polluzhës, pra edhe mrena lëvizjeve nacional qëllimtare. Shqiptarët kur, edhe thot edhe Noel Mallkollmi, nuk kanë dhonë në asnjë formë ndonjë lloj plebishiti ose miratimi për të qenë mrena. Edhe 1968 kanë lypë Republikë, 1981 kanë lypë Republikë. Prandaj ato ngjarje duhet shikohen në mrena këtij kontinuiteti kombëtar, e kurse si në fundit, sinqerisht po them, është e dhimbshme, edhe është e pamoralshme. Djemve si Ali Lajçi, Bajram Kosumi, Gani Koci, tjerë, me ju kriju në i farë ideje, do më thonë që kanë pas në një kaos tjetër përveç idealizmit kombëtar. Sepse po thami një personalisht, dhe edhe vepra e tyre e ma vëndshme, vepra e tyre e ma vëndshme, e ka dëshmohu që kanë qenë idealista dhe kanë qenë njës që kanë e ka 10-12 vjetë në përburgje, dhe kur kanë dalë me të njëjtat ideale, kanë punu me për të njëjtën kauzë. Dakor, ajo që shqiptarët e vërtet se kanë aprovu kur, s'kanë qenë kur plebishitar për me mbetë në nënësëndimin Jugoslav, po atë dëshirën tonë plebishitare se kemi shoqëruar kur me aksion mos me met. Do në zemër rezistenca ka qenë e dopt. Edhe vitet kur po flasim, periudhën e Jugosllavisë dytë, shqiptarët për hap keq kanë qenë ndamë në 2 kampe. Këto na konfirmon 1990. Unë i kuptoj shqiptarët që e kanë përfaqësuar Kosovën në Jugosllavi, o dash dikush me qenë aty, ma mirë se mos me qenë fare. Por të 89-ta, kur fillon mu shkërmoq ajo federat, kur fillon me u rikthyer pa nacionalizmi i egër serb,
në krye me Slobodan Miloševićin, një pjesë e shqiptarëve vazhdojnë me shërbye edhe atij regjimi. E vërtet është. Kjo është periudha në cilën Po du mi nda bashkëpunëtorët e Jugosllavisë që arsyetohen edhe kanë edhe merita, edhe bashkëpunëtorët e Serbisë mas 89-s. Ata mos kanë qenë Jugosllavisë, nominalisht po, por de facto të Serbisë. Tham, ata që kanë marrë pjesë të zonë në represionin e vitit 1945, ata që kanë marrë pjesë në aksionin e armëve të vitit 1953, pra në represionin e Rankovicit, ata që kanë marrë pjesë në, se më thonë, veprimtarinë e Oznës, Udbës, shërbimeve sekrete, ata që kanë marrë pjesë në terrorin e Teut e Nishit, ajo strukturë është antikombëtare dhe ajo nuk mund të amnestohet kur. Në asnjë variant. Ndërsa pjesa tjetër që ka punu mrena sistemit, por ka punu pa bo krime, pa bo zullum, po përkundrazi me një lloj ideali që të maksimalizohen ato pak liri që ekzistonin, ajo është pjesë e një elite që meriton respektin tonë gjithmonë, sepse në fundit na kemi trashëguar një vend që ka pas universitet, akademi të shkencave, një infrastrukturë mediale të jashtëzakonshme, një numër shumë të madh shkollave tjera. Ato janë produkt edhe i këtyre njerëzve. Kështu që aty duhet jemi korrekt me faktet. Ndërsa kjo periudha, mas ardhjes Miloševićit në pushtet, mas vitit 1986 dhe mas publikimit memorandumit Akademisë Sërbe të Shkencave dhe Arteve, kur botërisht është shpall ideja për anulimin e autonomisë Kosovës, për çrrënjosjen e shqiptarëve, kushdo që mënej ka bashkëpunu, beso nuk mund të quhet ndryshe përveç se akt tradhtie. Na kemi shqiptarë sot. Dhe na kena pas atë periudhë, për shembull, që e kemi jetu faktikisht dhe fatkeqësisht një pjesë e realisht një pjesë ngelja nej. Por për shembull, atëherë ndodhen edhe procese të tjera. Nën presionin e, se më thonë, pakënaqësisë madhe që ishte në rritje, nën presionin e ngjarjeve që po ndodhin në Sloveni dhe në Kroaci, këtu ndodhen edhe fenomene interesante. Për shembull, në Kosovë ka ndodhur në prill dorëzimi masiv i libresave të lidhjes komuniste të Jugosllavisë. Me mija punëtor, profesor, gazetar, dhe përfshirë dhe rilindjen, edhe universitetin, i kanë dorëzuar libresat e lidhjes komunistëve në paketa dhe kanë gjujt në korridoret e komiteteve, kështu që këtu është shkatëruar lidhja komunistëve, domethënë në mënyrë vullnetare. Demarkacionit. Aty çfarë ndodhi? Ajo pjesa që ngeli, manen ajo e zgjodhi fatin e vet. Se jemi në ka fundin e shallëve bisedës. Na kemi sot shqiptarë që kanë peshë publike, e të cilit 39-ën ju kanë ligjëruar shqiptarëve të shkret, qysh ato ndryshime kushtetuese që po na imponon Slobodani me emën përveçëm, nuk hupim shumë. Me vërtet. Se më na ndodh që kjo neve e kemi përjetuar një proces gjatë e të mundimshëm, edhe në fund figurat që e kanë mirë mbajt atë terror serb, e kanë arsyetuar të paktën se jo mirë mbajt, sot janë prap figura me peshë publike edhe kanë fuqi vendimmarrëse. Fatkeqësisht ajo që diku ne përmendëm është që te ne ende nuk është hap çështja e dënimit të krimeve të komunizmit dhe nuk ka ndodhur hapja e dosjeve të spionëve. Pa u hap dosjet e periudha të spionëve, na kur nuk do ta kemi të qartë historinë e këtij vendi, sepse ka jo pak njerëz që janë marrë me spionim, i kanë marrë në qafë njerëzit. Proceset politike të montura kanë ndodhur me dëshmitar shqiptar, shumë prej tyre. Dhe krejt kjo është si më mbuluar me hi, dhe kjo është diçka që për shtetin tonë nuk na bën nder, sepse që në 19 vjetëria shteti i pavarur do duhej të bashin përpjekje të jashtëzakonshme që kjo të realizohej, pra të dënoheshin krimet e komunizmit dhe të hapeshin dosjet e spionëve. Po të ndodhte kjo, nuk do të ndodhte kjo që pak a shumë po aludoni ju, një farë lloj, mos them restaurimi, po gati restaurim i frymës së jugoslavizmit në një pjesë të elitës politike në Kosovë. Sepse shumë eksponent që kanë qenë përfaqësues të asaj fryme, kanë gjetë forma kameleonike dhe janë etablu përsëri në elitat
politike ose qeveritare. Mu më dokot që ju ku nostalgjikt, pas luftos, e kanë fitu e betejon të regim me u që kënë, me qlirimtarët. Që për mua fatkeqësia, në ashta ma që më në ndosë në këtë proces të mundim shumë post-pavarësisë. Kjo është për një arsye dhe tjetër, sepse fatkeqësisht prezenca ndërkombëtare që ka ardhur në Kosovë e ka pas një koncept të një Kosove multietnike dhe një Kosove maksimalisht të deshqiptarizuar. Pra, krejt presion, a ju kujtot sa komandante sa ish luftar kanë kalu në për procese politike në Kosovë? Po, qartë. Krejt ideja ka qenë me inkriminu që kënë, dhe këta kanë bo akteret ndërkombëtar, dhe këta ma vonë akteret vendore kanë gjetë hasdër rrugën të trasuar për këtë, dhe manej rrëth këtyre në struktura janë në mbledhë të gjithë ata që kanë pas një ndjenjë të hakmarrjes, ndaj lëvizjes për qëllerim edhe lëvizjes ushtarake, sidomos ushtrisë qëllimtare të Kosovës, dhe kjo manej ka rezultu edhe me krijimin e një klime idiotike, psikologjike dhe politike, për krijimin e gjykatës speciale. Dhe sot ne shohim opinione edhe jo pak që në fakt përkrahet jo vetëm gjykata, po përkrahet dënimi i njerëzve që kanë themelu ushtrinë qëllimtare dhe shtetin e Kosovës. Pra kena plot paradokse në këtë histori. Konkluzioni jam i fundit as dhe në shkym. Ne jemi çliruar fal Zotit, por ne ende nuk e kemi dekontaminu politikën edhe mendësinë nga jugoslavizmi edhe nga periudha e komunizmit jugoslav. Sepse nuk ka ndodhur dekomunistizimi i shoqërisë, nuk ka ndodhur thash hapja e dosjeve dhe me pa kush ka bën këto periudha, ka ndodhur një kamuflim kameleonik i shumë njerëzve, njerëz që ndoshta kanë bërë krime ose kanë bërë gjinoha të mëdha, janë kamuflu dhe nëse dhe kena një situatë absurde sikur në romanin Ferma e Kafshëve të George Orwellit, të kujtohet besoj që kur luajnë me letra njerëzit edhe derrat, edhe kur përzihen, fillojnë me orra, thotë nuk mirrej vesh kush është derr e kush është njeri. Jemi në momentin kur na si popull nuk e dim, ose qëllimisht është mbuluar me propagandë, kush ka kontribu për shtetin e Kosovës, kush ka minu idenë e shtetit Kosovës, dhe sot jena një mënyrë barazu në këtë farë lloj, si me thonë, gjendjeje, dhe kjo është në dëm të shtetit, është në dëm shqiptarizmit në rend të parë. Qëllimisht e ndërpreva unë të vitet 90-ta, kjo periudha që është ndoshta më e vështira në ketat e cajake, do ta trajtojmë në një emision tjetër, kurdo që e kemi në agjendë, e ju shikues të dashur, faleminderit që na ndoqët, vazhdoni që ndroni me Klan Kosovën.